Të dashur bashkëqytetar, në fund kësaj fushate dua t'ju shpreh një mirënjohje të thellë nga zemra gjithë secilit për jush që na takuat, na dëgjuat dhe folët me ne. Kjo ka qenë fushata më e bukur dhe më emocionuese, sepse të tilla kanë qenë edhe takimet dhe bisedat me ju, mesazhet që kam marrë prej jush, të mbushura me këshilla, sugjerime, por mbi gjitha me shpresë dhe besim tek Shqipëria. Tashmë është radha juaj. E diela është dita juaj, dita kur me votë vendosni për 4 vitet e ardhshme. Është çasti kur një hap i vogël nga pragu i shtëpisë tuaj drejt kutisë votimit përcakton fatin tuaj dhe të një populli të lodhur nga padrejtësia, të një rinie që largohet çdo ditë, të pensionistëve që mezi mbyllin muajin, të çmuarve që rropaten dyerve të spitaleve, të një vendi të gjunjëzuar nga korrupsioni. Dilni dhe votoni për drejtësinë, për të mposhtur korrupsionin që ka varfruar vendin për 12 vite me radhë. Votoni që parat të shkojnë në xhepat e familjeve tuaja, jo të myken në bodrumet e të korruptuarve. Votoni që të rinjt të kenë mundësi të ndërtojnë të sotmen dhe të ardhmen në vendin e tyre. Lërini pas ata që po ju kërkojnë votën për të shpëtuar njëri tjetrin nga drejtësia. Besoni te Shqipëria që jep fund pandëshkueshmërisë, që nuk i përkulet më të fortëve, por u jep fuqi njerëzve të ndershëm. Të dielën, dilni dhe bëjeni zërin tuaj të dëgjohet me votë. Votoni me shpresë, me zemër, me besim se Shqipëria meriton më shumë. Votoni numrin 4, koalicionin Euroatlantik.